Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mashallah, mashallah, shikoni çfarë pamje të mrekullueshme, shikoni, mashallah, shikoni. Thoni mashallah, për Zotin. A është kështu apo jo haxhi? Wallahi. Allah. Le të bëjmë, alhamdulillah. Wallahi edhe me emyll Haxhi Nuhi, a je dakord me mua? Edhe me emyll dersin tash, wallahi, edhe me emyll dersin. Shikoni, mashallah. Djemtri, mashallah, ka xhamia e gjallë. Patjetër që hoxha, edhe Allahu e shpërbleft, sepse ai është motor i të mirës, edhe promotor i vlerave, edhe i organizimit të xhamisë. Edhe elhamdulillahi rabbil alamin që na ka ardhur ky muaj i mandueshëm i Ramazanit për me e nik këtë atmosferë të begatë, edhe me e shiju këtë knasi që nuk ka pesh pasha Allahun. Këtë me emledh dhe me vunë peshore, me arë, me flori, aja përshon maran. Edhe pa tjetër që duhet të falenderoj imamin për organizimin e kësaj mramje, duke nisë nga iftari, me djemë të ri të xhamis, po edhe ajo naja e këndshme që kishim mas namazit të akshamit, edhe dersi i kësaj nate, inshallah taala dhe namazi i taravis pak ma vonë. Të gjitha salavatet dhe selamet mate për zemër të dërgojmë si gjithmonë pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, i cili na ka mësuar se si me eninu Ramazanin. Edhe i cili na ka të bëmë e dashur Ramazanin. Edhe nëpërmjet shembullit të tij jemi mësuar për me e shiju muajin e madhëshëm të Ramazanit. Edhe mjafton me lexu në librat e historisë islame, edhe me pa për pejgamberin alayhi salatu wassalam në Ramazan. Është i jashtëzakonshëm. Është, si të thush, përshkrimi ma i mirë edhe ma i plot i një njeriu që kërkon me arrit devotshmërinë brenda një muaji 30 ditor. Absolutisht. Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam me të gjitha cilësitë e tij, me krejt atë çfarë Allah azza wa jall i kishte dhënë, na dëshmoi me shembullin e tij se si jetohet Ramazani. Edhe si ninohet Ramazani. Edhe si duhet me kenë njeriu në përditshmërinë e muajit të Ramazanit. Jo thjesht me kenë dita e agjërimit të ndonjërit për nesh si një ditë e zakonshme. Thjesht e ne qëndrojmë pa ngrënë dhe pa pi. Agjërimi nuk është thjesht me qëndru pa ngrënë dhe pa pi. Agjërimi është shumë ma shumë se sa të qëndruarit pa hangër dhe pa pi në orare të caktuara. Ajo periudhë kohore e të qëndruarit pa ushqim dhe pa pije dhe të frenuarit nga disa lejushmëri jashtë kësaj periudhe 30 ditore, në të vërtetë është një nxitje nga Zoti i gjithësisë për ta ndihmuar njeriu besimtar për të rritë dhe për të arritur në gradën e përkushtimit të vërtet gjatë muajit të mëndshëm të Ramazanit. Dhe për ta bindë veten gjithë secili për ne si po unë mundem. Me atë që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në këtë muaj të mëndshëm të Ramazanit, dhe me atë çfarë është Ramazani në vetvete, unë edhe ju mundemi. Kjo është përmbledhja e krejt muajit të mëndshëm të Ramazanit. Një mikimi, një imam edhe një prinjes i një qendre shumë të rëndësishme islame në Amerikën Latine, më shkruan para 2 netëve në një komunikim shumë vllazënor, dhe në të tjera më nis një ngjarje, një histori, të cilën vendosa me e nda sonte për herë të parë me ju. Thotë kështu: në qytet banonte një burr që e kishte kaluar cakun e moshës së pjekurisë. 40 sa vjeç burr. Edhe thotë, në pamje të parë ai nuk bante asnjë gjuna. Pra ishte njeri shumë i rregullt. Por se nuk i jepte rëndësi adhurimeve. Dhe më thanë, adhurimet e tij ishin rutinë. Me u fal, me ninu, por në formë rutine. Siç shpesh herë gjithë secili prej nesh unë përfshi bëjmë me adhurimet. Me u fal. Mirë po, a ja japim hakun namazin si duhet? Një Zot e din.
Me ninu, do të shohim në syfyr, do të presim iftarin, ka një rutinë të caktuar, rutinë. Tamam. Thot, një ditë ai u kthy nga xhamia, edhe ishte shumë i lodhën. Kishte fal namazin e taravis edhe kishte shkuar në shtëpi i lodhën. Thot edhe ra të flinte. Edhe pa një ëndër. Pa një ëndër të çuditshme. Dera shtëpisë së tij trokiti. Edhe pas derës u shfaq një burr me një pamje shumë fisnike. Me mjekër të bardhë, me një fytyrë shumë të këndshme dhe të hishme, e që gati ky e njifte. Dhe u befasu kur e pa në derë dhe i tha, urna, po unë të njoh ty, a jemi pa një dikun? Ajo fytyrë e bukur edhe e qeshun, i tha, po atjetër që jemi pa, i tha, unë jam Ramazani. Muji i Ramazanit, në formën e një burri fisnik me mjekër të bardhë. I tha, po mirë se ke ardhë, hajde urna. I tha, po vi. I tha, mirë se vjen, sepse në vërtet unë po të prisja. Ramazani ja ktheu. I tha, unë të vizitoj çdo vit, por ti nuk qëndron aq sa duhet me mua. Pra unë jam një mik që të vi çdo vit, mirë po ti nuk ma jep hakun e vizitorit. Do të thënë kur na vjen dikush për vizitë në shtëpi, rrimë dhe sejdisim edhe e nderojmë dhe respektojmë dhe i vendosim para durve atë që duhet, edhe sa ma i lartë dhe sa ma i veçantë me kenë, aq më shumë është për kushtimi jonë ndaj tij. Tha unë të vi për çdo vit, po ti nuk më jep hakun ashtu siç duhet. E para. I tha, po unë falem, edhe unë e maj Ramazanin. I tha, ti me trup je çdo ditë me mua, por se me zemër ti je tek biznesi, me mendje ti je tek celulari, hallin e ke tek njerëzit dhe fjalët e tyre. A din ti se sa ditë rriun tek ti? I tha 1 muaj, i tha jo. I tha ayyaman ma'dudat, ditë të caktume, ditë të numërume, siç e përkufizon Allah Azza wa Jalla në Kur'an. Ayyaman ma'dudat, ditë të numërume. A mundesh me thënë sot se Ramazani është 1 muaj? Jo. Kanë kalu disa ditë. Na ikën disa ditë. Nuk ka më 1 muaj. Shikoni, para disa ditëve ne prisnim daljen edhe shfaqjen e hanës së re të Ramazanit. Sot nuk e kemi më këtë dërt. Tesh po mendojmë se po na kalon edhe po vjen caku i fundit të 10 ditëve të para të Ramazanit. Si kështu është ky muaj. Sa ndash e dile, para 2 ditëve, falem të xhuman e parë. Jo, na erdhi xhumaja e dytë. Subhanallah, i tha jo, unë jam ditë të numëruara. I tha, po unë kam dëshirë që ta shfrytëzoj kohën tënde. I tha shiko, edhe hapi dorën e tij. Edhe në dorën e tij, personi që po shihte këtë mirazh të shpirtit të tij, pas e kishte një hartë me disa lëmpushka, disa të nezuna e disa të fikuna. I tha, këto janë ditët e tua të kaluara, nuk ka asnjë lëmpushk të nezun. Ti ke agjëru disa ditë, por nuk ke asnjë lëmp të nezun. Që do të thotë, nuk ke asnjë vepër të pranuar. Ato lëmpushkat e nezuna janë sinjal i pranimit tek Allahu subhanahu wa taala. Ti ke disa probleme të hartën e lëmpushkave të Ramazanit. I tha, por kujdes, po të vjen 10 ditë i dytë, 10 ditë i tretë, dhe ti akoma ke kohë për të rikuperu. I tha, a mund të rregulloj atë që kam prish? I tha, a din çfarë është e dhimbshme? Disa me presin gjatë, edhe kur unë vi në mesin e tyre, ata më neglizhojnë. Sa kohë përpara Ramazanit ne bahemi gati për ta pritur Ramazanin. Por rrim vetëm tek xhamia ku jemi ne këtu. Me ely xhamin, me sistemu xhamin, ba disa dekore, ba disa edhe imami e din, edhe ju e dini shumë mirë. Krejt përpëlitjen e sa javëve, se s'po them muaj, përpara Ramazanit. Këtë për pjesën e mirë. Pjesën tjetër ja lam këtij personazhit të
rrëfimit ton, edhe Zoti mos na baf prej atij soji, që i vjen Ramazani, apo përgatiten për Ramazanin, elhamdulillah. Përgatiten për Ramazanin, e shumë mirë se u luta sot në akşam që me na ik dritat. Sepse kjo na kujton Ramazanin e para 30 e ca viteve, kur faleshim në xhaminë e Parrucës pa drita. Edhe faleshim me baballarët e me gjyshrit tanë, edhe shijonim një Ramazan të mrekullueshëm. Kështu që hiç mos lëvizni vendit, edhe hiç mos u nini në siklet. Ata që janë në moshën time, edhe baballarët e mi, e dinë se për çfarë unë po flas. Po flas për një periudhë dhe një kohë që ne e kishim Ramazanin në pamje të parë shumë më të varfër materialisht se sa sot. Por e kishim shumë më të pasur shpirtërisht se sa sot. A jeni dakord me mua? A jeni dakord që siç e diskutuam parë edhe me vëllezërit, nuk kemi pas drita, por kemi komunikuar, jemi ulë, kemi nda biseda të këndshme me njëri tjetrin në shtëpitë tona. Sot nuk mblidhemi më në familjet tona me njëri tjetrin. Edhe po të mblidhemi, ka një televizor që na tërheq vëmendjen, ka një ndeshje futbolli që luhet këtu apo atje. Edhe nëse mblidhemi, ka një celular në dorën e njënit, e një celular apo një tablet në dorën e tjetrit. Kështu që elhamdulillah për këtë mirësi që na ndodhi. Edhe kështu të dashurit e mi. Na vjen Ramazani, edhe përgatitemi për Ramazanin, mirë po në momentin që mbërrin në mesin ton, gati familiarizohemi aq shumë me të, sa që nuk japim ma vlerën edhe rëndësinë që muji i mallnueshëm ka. I tha personazhi i rrëfimit ton, i tha, po çfarë të bëj që unë ta shfrytëzoj siç duhet mirësinë e mujit të begat të Ramazanit? I tha, shiko, kur ta dëgjosh Kur'anin, konsideroje veten tënde sikur po e lexon apo po e dëgjon atë pjesë për herë të parë në jetën tënde. Pra me një emocion të papërshkruar. E dyta, kur të bish në sejdë, duke fal namazet ditore, konsideroje cilën do prej sejdëve që t'i ban si sejdën e fundit të jetës tane. Pa me të thanë që mas kësaj sejdë që ti po vën kryt në tokë, për hir të Allahut Azza wa Jall, nuk ka ma jetë, dhe ti ke ndruar jetë. A i jep rëndësia asaj sejdë? A e vlerëson atë apo alen me kalu pa asnjë lloj vlerësim? I tha dhe e treta, kur të japësh një sadaka, jep e fshehtas atë, dhe mos kërko falënderime dhe mirënjohje nga askush prej njerëzve. Në këtë mënyrë, ti edhe e shijon Ramazanin, edhe es në rrugën e realizimit të përkushtimit të takvas në jetën tënde të përkohshme. Kështu të dashur dhe të shtrejt, muji i mallnueshëm i Ramazanit ka ardhur. Dhe muji i mallnueshëm i Ramazanit po bëhet gati të shkojë. Ikën disa ditë, e kështu kanë me kenë edhe disa ditë, dhe sa hapem me syt e shohim veten duke u përgatitur për fitër Bajramin. Prandaj me zemër ju uroj këtë stinë të begat të përkushtimit dhe të adhurimit, dhe i lutem Allahut Azza wa Jall me na bë për atyre që e shfrytëzojnë kohën e tyre gjatë çdo dite dhe çdo momenti të Ramazanit për ta shijuar muajin e mallnueshëm të Ramazanit, jo për ta ndjer apo për ta pas atë si një ranesë në përditshmërinë e tyre, as si një rutinë e zakonshme që jemi mësuar me uqur në syfyr, e po mësohemi me najtë dhe pa ngran për disa orë, e po mësohemi pasaj edhe me programin e iftarit, e programin e teravis, edhe mas Ramazanit, as një për këtyre vlerave të ti, ndoshta nuk dëshmohen ma në mesin tonë. Allahu Azza wa Jall na udhëzoj drejt më të mirës, dhe na bëf për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj, edhe siç u ndryshu mezhlisi i kësaj mrami, u ndryshoft jeta edhe zemra edhe shpirti i gjithë secilit për jush, e i fëmijëve tuaj, e i rinisë tuaj, e rujt Allah Azza wa Jall këtë tokë edhe familjet tuaja nga çdo ligësi dhe nga çdo e keqe, dhe na bëf prej të dashurën e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe prej atyre që rrugëtojnë drejt dashurisë së Allahut në çdo frymë dhe në çdo hap. Walhamdulillahi rabbil alamin.